U shpall gabimisht i vdekur, 78 vjeçari 3 muaj pa pension, sigurimet shoqërore duan të provojnë që jam i gjallë. Një burr 78 vjeçar nga posta Fibreno në Frosinone të Italisë nuk e ka marrë pensionin e tij që nga marsi, sepse është listuar si i vdekur edhe pse nuk është. Mediat italiane bëjnë të ditur se e gjitha filloi me një certifikat vdekje të plotësuar gabimisht dhe tani Instituti i Sigurimeve Shoqërore i kërkon një dokument që vërteton se burri është gjallë. 78 vjeçari u paraqit në zyrën e Institutit Kombëtar të Sigurimeve Shoqërore, por prania e tij nuk ishte mjaftueshme pasi nevojitej një dokument. Për ne, ju jeni të vdekur, nëse doni të provoni të kundërtën, sillni një dokument që vërteton se jeni gjallë. Ishin pak a shumë fjalët që dëgjoi moshuari, raportuan mediat italiane. 78 vjeçari mësoi për këtë situatë në mars kur shkoi në zyrat e INPS për të kërkuar shpjegime në lidhje me mospagimin e pensionit të tij, ku ju tha dhe se ai ishte i vdekur. Gabimi lindi nga një vdekje e vërtet, ajoi një antar i 90 vjeçar të familjes i cili ndëroi jetë në 24 shkurt, në kaosin e përpilimit të dokumentave të vdekjes që do të dorëzoheshin në shtëpinë funerale. Identitetet u ngatëruan dhe në njërin nga dy certifikatat e vdekjes, në vend të ndjerit është emri 78 vjeçarit. Komunikimi i dërguar 2 ditë më vonë nga ASL, e cila ndërkohë e kishte vënë re mbikëqyrjen drejtuar institutit për të korrigjuar gabimin e lindur nga një stilolaps, nuk pati asnjë dobi, por u përkthye në ndërprerje të menjëhershme të pagës. Avokati i burrit, Antonio Lecce, i dërgoi një paralajmërim zyrtar ASL-s Frosinones duke i dhënë një kohë specifike për të korrigjuar pakujdesin dhe për të dërguar certifikatën e korrigjuar në INPS, INAIL dhe MOF, për ndryshe çështja do të shkojë në gjykat. Është gjithçka kaq absurde, nuk mund ta besoj, por mbi të gjitha kam nevojë për ato para. Nuk kam asnjë burim tjetër të ardhurash, ka komentuar 78 vjeçari.